Policia e shtetit ka finalizuar fazën e 5 të operacionit policor të koduar në Onët, duke zbuluar 2 ambientet përshtatura për kultivimin e bimëve narkotike me anë të llampave në fshatin Barbullush të bashkisë së Vaudesit. Si rezultati i operacionit u arrestuan në flagrans 31 vjeçari Aurel Çelaj, banues në Shkodër, ndërsa u shpallën në kërkim 4 persona të tjerë banues në fshatin Barbullush. Gjithashtu ndaluan 3 punonjës të OSHE, Flogert Hila, Aleksandr Gjovalini dhe Zef Nikoli, të dyshuar për veprën penale të shpërdorimit të detyrës kryer në bashkëpunim. Gjatë kontrollave në 2 banesat përshtatura për kultivimin, tharjen dhe përpunimin e kanabisit, policia sekuestroi 583 bimë të dyshuara narkotike kanabis, 7 kg 490 gram kanabis, 307 pajisje elektrike që shërbenin për kultivimin e bimëve narkotike, si dhe 3 telefona celular. Operacioni u zhvillua nga shërbimet e Komisariatit të Policisë së Vaudesit në bashkëpunim me forcat Shqiponia në kuadër të planit masave për goditjen e kultivimit të bimëve narkotike në ambientet mbyllura. Policia bën me dije se vijon puna për dokumentimin e plot të kësaj veprimtarie kriminale, ndërsa materialet procedurale janë referuar prokurorisë së Shkodrës për veprime të mëtejshme.